E hëna e tretë e vitit njihet botërisht me termin e hëna blu dhe konsiderohet shpesh si dita më depresive e vitit. Ky përkufizim është bërë i njohur në mbar botën dhe ka marrë vëmendjen e madhe në media, rrjete sociale e diskutime publike. Megjithatë, pavarësisht famës që ka fituar, mungojnë prova shkencore konkrete për ta cilësuar këtë ditë si më të trishtueshme apo më të zymtën e vitit. Sipas shumë psikologëve dhe studiuesve të shëndetit mendor, gjendja emocionale e individit nuk mund të reduktohet në një datë të vetme, por ndikohet nga një sër faktorësh të ndërlikuar personal, social dhe mjedisor. Termi Blue Monday është shpikur për herë të parë në vitin 2005 nga psikologu Cliff Arnall në bashkëpunim me kompaninë britanike të udhëtimeve SkyTravel. Qëllimi kryesor i kësaj ide ishte promovimi pushimeve dimërore, duke nxitur njerëzit të rezervonin udhëtime si mënyra më e vetme për të përmirësuar humorin e tyre gjatë një periudhe të vështirë të vitit. Arnall pretendoi se kishte krijuar një formulë që merrte në konsiderat faktorë të tillë si kushtet e motit, niveli i borxheve pas festave, koha e kaluar që nga Krishtlindja, dështimi i zotimeve të vitit të ri dhe niveli i përgjithshëm i motivimit. Megjithatë, kjo formulë u kritikua gjërësisht nga komiteti shkencor pasi nuk mbështeti në metoda të verifikuara shkencore. Shumë kolegë akuzuan Arnallin se kishte ndërtuar një koncept më shumë marketingu se sa një teori psikologjike të bazuar në fakte. Pavarësisht kësaj, ideja e Blue Monday vazhdon të qarkullojë edhe në ditët e sotme, ndonse në vitet e fundit është rishikuar nga një këndvështrim më realist. Sipas një teorie më të moderuar, ndoshta nuk bëhet fjalë për një ditë të vetme depresive, por për ndikimin e përgjithshëm që dimri ushtron mbi gjendjen emocionale tek njeriu. Dimri shpesh shoqërohet me ditë më të shkurtra, me më pak ndriçim natyror dhe temperatura të ulta, të cilët mund të ndikojnë negativisht në humorin dhe në energjinë e tij. Shumë individ përjetojnë të ashtu quajtur dëshpërim dimëror, një gjendje e përkohshme e karakterizuar nga lodhja, mungesa e motivimit, trishtimi dhe rënja e energjisë. Në raste më të theksuara, kjo gjendje njihet si rregullim afektiv sezonal. Mungesa e dritës natyrore ndikon drejt për drejt në prodhimin e hormoneve si serotonina dhe melatonina, të cilat luajnë një rol kyç në rregullimin e humorit, gjumit dhe energjisë. Për këtë arsye, ekspertët theksojnë se çelësi për të përballuar trishtimin dimëror qëndron te kujdesi ndaj vetes, aktiviteti fizik i rregullt, ekspozimi ndaj rrezëve të diellit, një regjim i shëndetshëm gjumi, ushqyerja e balancuar dhe ruajtja e lidhjeve sociale janë disa nga mënyrat më efektive për të përmirësuar mirëqenien mendore gjatë kësaj stine.